Pas tanë vitesh punë, I kam paraqitur këtu, falëzy Kristianës, kam arrit deri në këtë pikë. Kena pas shumë punë, kena studiu shumë, kam studiu shumë. Kam përzgjedhur Mendelsonin nga që Mendelsoni është kompozitori im I preferuar, edhe është shumë flok mrena. Më pëlqejnë këto pjesë allegro, që janë shumë kanë ritëm të bukur. Besoj se publiku mund t'i kënaqë me pjesën e mia. Ëndra ime është të bëhem një violiniste e madhe, luaj në një orkestër të harqesh të madhe. Për mua ishte shumë kënaqësi sot të luaj me Briseldën, tashmë në Lezhë është bërë traditë të luajnë koncerte klasike dhe Briselda ishte një ndër to sot. Unë I uroj shumë suksese në vazhdimsi. Briselda është vërtet një vajzë shumë e talentuar dhe shumë punëtore mbi gjitha, sepse përveç talentit kërkohet një punë e përditshme, sistematike dhe besoj Briselda do të ketë një të ardhmë shumë mirë. Ishte një emocion I papërshkrueshëm, një punë shumë e madhe, si e jemi ashtu dhe nxënësës teme. Një cikël 9 vjeçar, duke qenë që është një nxënëse që ne kam përgatitur që nga klasa e parë. Një emocion shumë I madh dhe normalisht një lumturi shumë e madhe për rezultatin që ishte në fund. Transmetoj emocion dhe jo thjesht nota. Mendoj që publiku e ka kuptuar dhe është një shumë mirë gjatë kohës që ajo ka luajtur dhe mendoj që ka transmetuar emocion. Ajo për çfarë ne punojmë dhe jena në skemë.